Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të dashur qytetarë, para se të kalojmë tek pikat e kësaj mbledhje si qeveri në detyrë, aktualisht në 3 zona gjeografike në kontinentin e Evropës është duke u realizuar ushtrimi më i madh që ushtria e SBA-ve organizon dhe realizon në kontinentin e Evropës. Defender Europe 25 me pjesëmarrje të 25.000 trupave nga 29 vendet të NATO-s. Republika e Kosovës ka nderin dhe kënaqësinë të jetë në mesin e 18 vendeve nikoqire dhe se Forca e Sigurisë Kosovës po merr pjesë me parafërsisht 1.000 trupa në ushtrimet që po zhvillohen në Kosovë, Shqipëri, Kroaci dhe Maqedoni Veriut. Këtë radhë Republika e Kosovës është vend i përzgjedhur nga ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku është vendosur komanda e divizionit 28 të Këmbësërisë. Nga baza e FSK-s në aeroportin e Gjakovës, kjo komandë taktike amerikane po udhëheq me të gjitha brigadat në regionin e Evropës Juglindore. Institucionet tona dhe ushtria jonë po dëshmojnë që janë të afta për të mikpritur dhe për të organizuar në territorin e saj ushtrime komplekse, të cilat kërkojnë planifikim, organizim dhe mbështetje të nivelit shumë të lartë. Rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin tonë e forcave të armatosura të Serbisë besojmë që është reaksion ndaj Defender Europe 25. Por ajo çfarë nuk e dim ende është se apo e bën këtë vetë Serbia apo një gjë të tillë ja ka kërkuar Rusia. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me pikat e parapara për rendin e ditës, duke nisur me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit procedurale dhe transkriptit të mbledhjes 258 dhe të ekstrakteve të procedurale të mbledhjeve 257 dhe 259 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të qeverisë, këto ekstrakte të procedurale dhe transkriptit u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes 260 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për. Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e drejtorit ekzekutiv për Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin për të Rritur. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit propozon që zonja Fikrie Zymberit të emërohet në pozitën e drejtoreshës ekzekutive. Në këtë agjenci, zonja Fikrie Zymberi obligohet të kryejë gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Për më shumë e ftoj ministrën zonjën Arbria Nagopsi që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, ministra, të gjithë të pranishëm. Mbledhjanit propozoj para jush propozim vendimin për emërimin e drejtores ekzekutive në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në pajtim me dispozitat e ligjit numër 08L197 për zyrtarët publik dhe rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil, Ministria e Arsimit ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendit të punës drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur. Gjatë kohës sa ka qenë hapur konkursi, kanë aplikuar gjithsej 18 kandidat, nga të cilët 7 kanë kaluar fazën e verifikimit. Në pajtim me ligjin dhe procedurën, Komisioni i Pranimit është themeluar me vendim të Qeverisë së Kosovës me datën 11/12 të vitit 2024. Komisioni i Pranimit me datën 20/12/2024 ka finalizuar punën dhe ka përgatitur rekomandimet me emrat e 3 kandidatëve të cilët kanë kaluar provën minimal prej 70 pikëve. Lidhur me këtë procedurë të rekrutimit, edhe Këshilli Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës ka shqyrtuar dhe refuzuar një ankesë të paraqitur dhe ka vërtetuar që procedura është zhvilluar në pajtim me dispozitat e ligjit për zyrtarët publik dhe rregullatore tjera në fuqi për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Në pajtim me nenin 49, paragrafi 1 të ligjit për zyrtarët publik dhe nenin 16, paragrafi 2
të rregullorës numër 15/2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, pas përfundimit të procedurës së ankesës dhe gjitha fazave paraprake, Ministria ka përzgjedhur zonën Fikrie Zymberi si kandidaten më të përnduar për pozitën drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional për Arsimin për të Rritur. Ky propozim është diskutuar dhe konsultuar në gjitha institucionet përkatëse dhe përmbush kërkesat procedurale për t'u nënshtruar vendimarrjes në këtë mbledhje të qeverisë, andaj ju ftoj që ta votojnë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Nagavsi, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 3 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e propozon zonjën Besa Bytyqi Baraliu për të emëruar në pozitën e drejtores së përgjithshme të Inspektoratit të Arsimit, për më shumë lidhur me përgjegjësitë dhe obligimet në zbatimin e mandatit. E ftoj edhe një herë ministrin Nagavsi të marrë fjalën. Faleminderit Kryeministër. Atëherë përparaqes para jush propozim vendimin për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në pajtim me ligjin për zyrtarit publik dhe rregulloret në fuqi, Ministria ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendit të punës drejtori përgjithshëm i Inspektoratit të Arsimit, pozitë kjo e cila ka qenë duke ushtruar me ushtrues të detyrës. Gjatë kohës sa ka qenë i hapur konkursi, kanë aplikuar gjithsej 37 kandidat, nga të cilët 18 kanë kaluar fazën e verifikimit. Në pajtim me legjislacionin në fuqi, ka finalizuar vlerësimin e intervistës dhe ka përgatitur njoftimin për renditjen përfundimtare të 5 kandidatëve që ishin pjesë e këtij procesi dhe zonja Besa Bytyqi Baraliu ka marrë numrin maksimal të pikëve. Edhe në lidhje me këtë procedurë të rekrutimit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës ka shqyrtuar ankesat e paraqitura dhe ka refuzuar të njëjtat, duke vërtetuar që procedura është zhvilluar në pajtim me dispozitat e ligjit për zyrtarit publik dhe rregullore tjera në fuqi për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Andaj në pajtim me nenin 49, paragrafin 1 të ligjit për zyrtarit publik dhe nenin 16, paragrafi 2 të rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil, pas përfundimit të suksesshëm të gjitha procedurave paraprake, Ministria ka përzgjedhur zonjën Besa Bytyqi si kandidaten më të pointuar për pozitën e drejtoreshës së përgjithshme të Inspektoratit të Arsimit. Andaj edhe kërkoj mbështetjen tuaj që ta miratoni këtë propozim vendim, pas parasysh edhe gjithë kualifikimet dhe përvojën e gjatë në Ministrinë të Arsimit të zonjës Besa Bytyqi Baraliu. Ju faleminderit. Faleminderit Ministrin Nagavsi, do fjalën dikush për diskutim. Ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë së Meteorologjisë së Kosovës. Procesi i përzgjedhjes edhe për këtë pozitë nivelit lartë drejtues është zhvilluar në mbështetje të ligjit për zyrtarit publik dhe rregullorës për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Teknikës ka përzgjedhur zonjën Sebahate Bushrani Ibrahimi që të emërohet në pozitën e drejtores ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. E ftoj ministren zonjën Rozeta Hajdari sa merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, lejoni